Tradicionale, por shumë e efektshme për të zgjedhur shalqinin e ëmbël. Shalqini është një frut i preferuar për shumë anvisa dhe shumë njerëz gjatë stinës së verës. Të dish se si të zgjedhësh një shalqin të ëmbël është një aftësi që jo të gjithë njerëzit e kanë. Pas brejtësaj do të rendisim disa këshilla se si të blini shalqinin më të ëmbël në dyqan. Analizoni anën e zverdhur të shalqinit. Një nga treguesit më të rëndësishëm të cilësisë së një shalqini është ngjyra e anës së zverdhur. Ajo me njolla të mëdha me ngjyrë si pangjyrë, një njollë verdhë kremoze afër ngjyrës së portokallit tregon një shalqim me plot shije. Analizoni vijat e shalqinit. Ngjyra e shalqinit tuaj ndihmon në përcaktimin e shijes së këtij fruti. Zgjidhni një shalqin me ngjyra të cilat janë teje të forta dhe të qarta. Vijat jeshile duhet të jenë jeshile të errta dhe të thella, derisa vijat e zbehta duhet të jenë të verdha, kremoze dhe të hapura. Goditeni lehtës me dorë. Ndonë se një tjetër mund t'ju hedhë me një vështrim të çuditshëm nëse godisni shalqinin tuaj, kjo metodë mund t'ju ndihmojë të zgjidhni më të mirin. Dhe nëse ai troket, kjo është një zgjidhje